Më shumë se 5 dekada pas mbylljes së tij, programi sekret MK Ultra është rikthyer në qendër të debatit politik në Shtetet e Bashkuara. Më 30 qershor, një nën-komision i Dhomës së Përfaqësuesve zhvilloi një seancë dëgjimore për projektin famkeq të CIA-s, duke rihapur diskutimin mbi përgjegjësitë e agjencisë të mundësinë e deklasifikimit të dokumenteve që ende mbeten të fshehta. MK Ultra u krijua në vitet 1950 në kulmin e luftës së ftohtë. Fillimisht CIA pretendonte se synonte të kuptonte nëse Bashkimi Sovjetik dhe Kina kishin zhvilluar teknika të kontrollit të mendjes, por me kalimin e kohës, vetë agjencia nisi eksperimente për të testuar kufijtë e manipulimit psikologjik mbi njerëzit. Programi përfshiu të paktën 149 projekte në më shumë se 80 institucione dhe qindra studiues. Në shumë raste eksperimentet u kryen mbi persona që nuk ishin në dieni se po përdoreshin si subjekte testimi. U përdorën substanca si LSD, droga të tjera psikoaktive, hipnoza, elektroshoku dhe izolimi shqetësor. Për të kuptuar arsyet e rikthimit të këtij programi në vëmendje, profesori emeritus i antropologjisë David Price, i cili prej vitesh studion marrëdhëniet mes CIA-s dhe kërkimit akademik, shpreh skeptik ndaj motiveve të Kongresit. Sipas tij, MK Ultra meriton të dënohet si një nga programet më të errta të historisë amerikane, por seanca dëgjimore nuk synojnë domosdoshmërisht zbardhjen e së vërtetës. Price argumenton se programi po përdoret si simbol politik për të goditur besimin e publikut ndaj kërkimit shkencor të financuar nga shteti, ndërsa shumë studiues të përfshirë në ato kohë nuk e dinin se puna e tyre po përdorej nga CIA. Profesori thotë gjithashtu se është e mundur të publikohen dokumente të tjera, por nuk pret që ato të ndryshojnë në mënyrë thelbësore ato që dihet deri më sot. Shumica e dosjeve origjinale u shkatërruan nga CIA në vitet 1970, duke lënë boshllëqe të mëdha në historinë e programit. Gjatë seancës u përmend edhe operacioni Paperclip, përmes të cilit Shtetet e Bashkuara rekrutuan pas luftës së dytë botërore shumë shkencëtar gjerman, përfshirë ish antar të partisë naziste. Price thotë se disa nga metodat e përdorura në MK Ultra kanë ngjashmëri me eksperimentet njerëzore të asaj periudhe, pasi njerëzit u droguan dhe u përdorën në eksperimente pa dijenin dhe pëlqimin e tyre. Megjithatë, ai thekson se nuk ekzistojnë prova që MK Ultra vazhdoi pas mbylljes së tij. Sipas tij, CIA ka vijuar operacione të tjera sekrete. Ideja e kontrollit të plotë të mendjes mbetet më shumë fantashkencë se sa realitet. Shumica e eksperimenteve nuk dhanë rezultatet që kërkoheshin. Në fund, Price vlerëson veçanërisht dëshminë e ish zyrtares së Institutit Kombëtar të Shëndetit, Elizabeth Gineksi. Sipas tij, ajo ishte e vetmja që e zhvendosi debatin nga e shkuara drejt sfidave të sotme, shkruan Inside Over, duke paralajmëruar se sulmet politike ndaj kërkimit shkencor publik mund të kenë pasoja serioze për të ardhmen. Për profesorin, kjo ishte edhe arsyeja e vërtet pse MK Ultra u rikthye sërish në qendër të debatit amerikan.